Baladet e saj shpesh kanë qenë pasqyrë dhimbjes, por askush nuk e dinte se Fatlume Popovci po jetonte dramën e vazhdive të saj. Viti që lan pas nuk ishte thjesht i vështirë, por një stuhi personale që u reflektua hishtrazim edhe në rrjetet sociale. Ndarje pas 20 vitesh dhe sfida që të gjunjëzojnë. Çfarë ndodhi realisht? Ajo thyen heshtjen sonte për një vit që, ironikisht, ishte një déjà vu e hidhur e vështirësive të 2 dekadave më parë. Shumë gjana, shumë. Unë më cekë që edhe vitin 2005 ndoshta e kom pasur në qëtë mënyrë pak më të vështirë, sepse në 2005 ka qenë edhe koha kur ne vetëm e kemi pas kuptu për babën tem që është me smundjet të kancerit. Edhe 2025 që më bjem mas 20 vite, ka qenë për mu një vit i sprova. Zërat për fundin e martesës kishin muaj që qarkullonin në zëm, por tani nuk ka më vend për dyshime. E vërtet, fatkeqësisht e vërtet, sepse ne kemi pas gati 20 vite martesë. 20 vite për mu u kam pjesa më e madhe e jetës tem, pjesa rinis, kur edhe ja kom falë. Përveç asaj kom falë edhe një angel që është djali jam Dionisi. Kështu që normalisht që kur të është fëmija në mes, gjanat ban edhe më të vështira. Une nuk isha dasht me i shumë detaje, po lajmi që keni dëgju është e vërtet, edhe unë për herë parë për priven, po e pranoj statusin tem. Ky nuk ishte një vendim i momentit. Raporti 2 dekadësh me ish bashortin po shkërmoqej në heshtje, hap pas hapi prej kohësh. Me thonë, 1 vjet e gjysmë ose 2 vjet e fundit, nuk është që ka qenë raporti ashtu siç e kemi pas. Unë vetëm e di që nuk jam fajtore, sepse unë jam mundu jetën tem me çdo të mirë, për ta, për djalin, për familjen e tij dhe krejt njerëz që ai ka dashur. Edhe, po, qysh prej fillimit lidhjes, normal nuk është e kom pas atë stabilitetin 100% me ta. Nuk e kom pas sigurin në shumë aspekte. Për që ata nështë edhe jom detyru në shumë raste me kanë edhe burrë dhe gru. Shumica njerëzve që më njohin e din sa jam e zoja dhe sa kam mundësi me punu, sa jam kanë për familje, sa jam kanë një gru e përkushtume në kuzhinë, në shpe, me aq sa kam pas mundësi edhe me aq forcë sa kam pas edhe sa kam mujt. Unë e për një me thonë që ka shumë femna që janë në botë, ndoshta si unë, edhe unë e veç i admiroj për punën edhe për krejt ato që i kanë mri vetë, pa ndihmën e kërkuj, me mundësitë e veta. Unë kur nuk e kom pa ish bashkëshortin tem, si një njeri që u dasht pa tjetër me bo ndaj me financiarisht edhe në shumë mënyra tjera. Një gjatë që është shumë gabim. Pavarësisht që sa do pak femna është e pavarëne. Prap se prap duhet një dorë e një burri për mu kanë 100% e kompletume. Në këtë rast, gjatë që mu nashta shumë herë më ka mungu. Jo shumë herë, po të njetën. Erdha me një pikë ku vendosa me hek dorë unë, edhe sot jam ma e qetë, ma e lumtur, edhe kom fillu me pa jetën, me një sy tjetër, ndoshta që jeta është me të vërtetë shumë e bukur.
jo që e shohim ne çdo ditë me rutinën tonë. Sepse najherë edhe na jena njerëz. Nuk është puna pse unë jam këngëtare dhe nuk është që unë s'kam probleme, unë s'kam të lashe. Ose unë jam ajo që nuk ka shansa me mdodhë diçka. Të marrësh vendim, kërkon guxim, sidomos kur rrethi më i ngushtë, familja ishte kundër vendimit të saj drastik. Se fillim, më me thonë që familja jem ka qenë kategorikisht për mos munda ndër vite. Ajo që më ka majtë të lidhun shumë u ka një nana jam për ta. Më me thonë që koha kur unë e vendosa u ka një periudhë, më me thonë 3 deri në 4 muaj, aty ku kam thonë nuk ja vlen ma, nuk muj ma me hub veten për me u mundu me knaqë dikën tjetër. Së është normale. Për derisa jom dëndu edhe për derisa e kom vujt shumë qatë lëndim, unë e thash, nuk është e lehtë, është 20 vjetë, për mu kanë shumë. Për mu kanë shumë, e kom vujt, nuk është se e kom pas do me thonë shumë përkraje të madhe familjen përveç 2 vllazive të mi, cilët normalisht nuk dojnë, asnjë vlla nuk dëshiron me pa motrën nervoz, në stres, presion, e shumë sene më të filla, bla bla bla. Por pyetja që mundon në raste të tilla, a ishte tradhtia arsyeja finale? Unë kam një karakter që nuk e kom lanë kur njerëz të mi me vujt mënyrën që unë e kom vujt. Kështu që nuk ka pas, zero arsye ka pas për me ndodhë. Ndoshta tradhtia dhe shumë gjanat. Ajo se çka nuk e kom pa para syve, nuk me thonë kur gjoj, çka mu ka bo mas shpine, normalisht shumë nuk me ditë përveç Zotit, ai ka pa të gjitha. Kështu që në atë moment që unë veç i kom një senet, që ato momente veç ka mjaftu për mu. Për mu ka mjaftu shumë. Mes këtij kaosi emocional, ajo zgjodhi maskën e të fortës. Muzika dhe koncertet vazhduan sikur brenda saj të mos kishte asnjë thyerje. Kur përmenoj që të sen, është shumë e vështirë se unë për shembull në mesin e problemeve, kneu dashkem mu përballë me biznisin, me punën, me muzikën, me mbrëmjet, me dasmat, dhe prap ja kom arrit me shku, me dal, me kesh, me knu, me ja bo qefin, gjitha atyne që ne kemi shku për ta. Kështu që me të vërtet, jom falenderuse shumë e madhe e Zotit që mi ka plotësu gjitha ato dëshirat që unë kom dash, gjitha ëndrat e mia, gati mos thëm 100%, jom bo realitet, fal punës, për kushtimit, fal munit tem. Po, me të vërtet, besoj që do të kemi shumë sukseset mira me punën. Besoj që jeni edhe të ftumë, edhe jo shumë shpejt, për hapjen. Fatlumja bën gati valigjet për Amerikë të shkurt, por një tjetër shtëpi e famshme mbeti peng, pavarësisht ftesës zyrtare që kishte në tavolinë. Pse jo? Përderisa unë kam çka me jep me të vërtet shumë. Është zani, është ajo energjia pozitive, janë ato sfidat e mia, janë ato ndoshta momentet kur kishëm gatu, kishëm debatu shumë, kishëm folë shumë gjana të mira. Thjesht unë nuk jam veç me shku edhe me bo zhurëm. Pse shumë dash me thonë jo?
Dhe faktikisht normal se na gjithë e dim që Big Brother është një shtëpi i cili ju ka dhënë me të vërtet shumë fame, shumë të mira, shumë suksese, shumë artistave që janë sot. Po, une nuk e kom pas momentin, s'u kam momenti caktum, se ka shkru Zoti qa po di. Po e di që najherë pse jo. Sot, kur Pluri ka filluar të ulet, si duket jeta pas divorcit dhe a ka mbetur vend për komunikim? Une ju më kanë gjithmonë ajo që kom dasht një raport shumë të shnosh. Sepse dasht e pa dasht na i kena një djalë në mes. Djali ka 17 vjetë. Edhe është normale që duhet pa tjetër më kanë raporti sa ma i mirë bashkë. Une nuk jam për me majt i nate ose me kanë deri në qatë pikë që me të vërtet me tregu veten shumë keq se nuk jam qashtu. Po shpresoj që një ditë kam bo mirë për gjithë. Për fund, një mesazh për gratë që e gjejnë veten në historinë e saj. Porosia jam është për krejt femrat me dash shumë veten, edhe sa do që në fund keni me ra, edhe ju doket që jeni në fund. Vetëm menone që shumë femra në botë, si që tash më herët, ja kanë dalë prej funit me depërtu edhe me dalë në shkallë dhejtë, kështu që asnjë sen në këtë botë nuk është e përjetshme, një ditë edhe të këqija të marrin fund, kështu që ajo çka ju duhet është me punu me veten, me u marrë me veten, me kanë të panvaruna, edhe besoni që keni mja dalë shumë lehtë edhe shumë shpejt me gjithçka.